Deti, dielli dhe lagështia, faktorë që për një njësi të jashtme kondicionimi janë ndër sfidat më të mëdha. Temperaturat e larta, rrezatimi intensiv dhe ajri i ngarkuar me krip përshpejtojnë korozionin dhe ndikojnë drejt për drejt në jetëgjatësinë e kondicionerit. Por këto nuk janë të vetmet sfida. Me kalimin e kohës korozioni ul performancën, rrit konsumin e energjisë dhe shkurton jetën e pajisjes. Prandaj Midea krijoi PrimeGuard, një sistem të plot mbrojtje të zhvilluar dhe testuar për të përballuar kushtet më ekstreme. Çdo komponent kalon qindra orë testime laboratorike. Me spërkatje kripe, lagje të përshpejtuar nga rrezatimi diellor, cikle ekstreme temperature dhe lagështie. Në zemër të PrimeGuard ndodhet hypergraphins. Rezultatet flasin vetë. Vetëm 0.02% sipërfaqe korozioni, 5 herë më rezistente se finat Golden Coat dhe 12.5 herë më rezistente se finat Blue Coat. Mbrojtja vazhdon dhe në tubacionet e bakrit. Veshja me grafen dhe bakrit të U1 me pastërti të lartë ofrojnë rezistencë superiore ndaj oksidimit dhe korozionit. Pllaka elektronike Midea mbrohet me veshje speciale ultraviolet dhe një dizajn inteligjent që redukton rrezikun nga lagështia. Edhe mbrojtja ndaj insekteve është menduar në çdo detaj për të garantuar funksionim të qëndrueshëm. Një kondicioner nuk duhet të jetë vetëm efikas, duhet të jetë i fortë, i besueshëm dhe i ndërtuar për të zgjatur. PrimeGuard, maksimum qëndrueshmërie, mbrojtje në çdo klim.